Unë mund mos isha sot këtu. Mund t'isha në një tjetër mbrëmje mature. Dhe do andaj me ju, dhe është vetëm arsye pse mora telefonin me vete, një nga disa apo shumë mesazhe që më ka ardhur në këto ditët që ju diplomoheni, maturantët diplomohen, më shkruan një vajzë në email, e pa ditur sepse në email s'ka gjetur dot Instagramin që ju e gjeni më kollaj, e më shkruan: jam një vajzë që mbaron vitin e 3 gjimnazit. Do doja shumë që të ishe pjesë e maturës time. Do të kisha kontaktuar dhe më përpara, por për arsye shëndetësore nuk e dija a do ta arrija maturën. Për mua do ishte një nga momentet më të paharrueshme, në qoftë se gruaja që admiroj do ishte me mua në një kapitull të rëndësishëm të mbyllur me sukses. Shpresoj shumë për një lajm pozitiv. Me shumë respekt, Geraldo. Geraldo ne nuk e gjetëm dot. I shkruam dhe nuk na është përgjigjur. Unë e shfrytëzoj këtë rast që në rast se ajo do na dëgjojë apo është mirë se derisa thotë që nuk e dija që do ta arrija maturën, të them nëpërmjet jush asaj që sa herë ta mendoni që jeni vetëm dhe ka njerëz jashtë cilët duken më të rëndësishëm, më të arrirë, që ndonjëherë nuk do e hapnin portën për ju, binduni që njerëzit më të arrirë nuk janë njerëzit të cilët ju lënë ndonjëherë vetëm, sepse kanë mësuar, siç kam mësuar unë, që asgjë nuk arrihet vetëm, dhe sepse nuk e kam arritur dot vetëm të bëhem kaq sa jam, ju siguroj që unë, Blendi, e shumë si ne, nuk ju lëm vetëm, nuk e lëm vetëm Geraldën dhe nuk e lini as ju dikë, të cilin mendon si ju, është i ngjashëm me ju dhe që beson që ka një kast elit, shtres, grup, komunitet, klas e 2025-ës, që nuk e lë vetëm veten, vendin dhe të ngjashmit e vet. Shijojeni, suksese.